ke se këto njerëzit një grua kur sfiton prej seksit. Kur një grua është e suksesshme, çfarë do lloj profesioni? Këto e thonë me fitu asnjëherë. Gjithmonë shtrohet pyetja pse? Me kënd ka pas kjo punë që është e suksesshme. Ama pa përjashtim po flas në çdo lloj profesioni, qoftë këngëtare, aktore, juriste, çdo profesion ku një femër është e suksesshme. Për sytë e botës dhe për sytë e meshkujve, gjithmonë thuhet hajtë se kësaja ka bo diku. Cili ka qenë paragjykimi? Prapë e kanë zgjatat muhabet në studio që gazetarët të cilët po supozoj thonë vetit profesional, thirr ty në telefon edhe thotë qysh po hanë që baba atë krau standardja, për mu u konë shoku se këmë bu thash, këj normal, qështu u konë reagimi jem. Edhe nuk e di, unë me sa par men, Kemi na pojë që ju japim numrat. Se kjo të regonë edhe shumë për popullin tonë, të cilët kanë reagu në mënyrë shumë pozitive, edhe këtu nuk është problemit e populli jonë. Populli jonë e din që ka mirë, që ka është keq. Këtu është problemit e qëta njerë që po janë në përpozita, në për do pozita që kanë një rol, le të themi të rëndësishëm në shoqërinë tonë, edhe na po luftojmë këto që rinis tonë, më ju tregu që nuk bën me gjiku dikon nga mënyra se si duket, se çka hanë, sa pare ka, sa s'ka, edhe ti si gazetar po del pe thirr një fytyrë publike në telefonat për i thu atë ka standarde se po hanë që bapa. Absurde, do më thonë ma absurde nuk ka është gjëna. Për një me nuk kam... Ti nëse do me ndru standardi nuk më varet nga mënyra... Nga që bapa, standardi është mënyra që është ti jeton. është një listë që ti ja bën vetit personalisht. Mënyra se si flet, mënyra si ushqehesh, do të thotë ti çka ty të pëlqen. Nëse unë ha që baba nuk do të thonë që unë s'kam standard, po më pëlqen me hungër. Mënyra se si ti flet, mënyra se si ti edukohesh, këto janë standardet. Shkojnë në restoranin më të shtret po lyp akares. Në fakt me një akarizoto, veten. Po, seriozisht po. Sepse han për tjerë nuk kanë për vete. Është. Se di, për mu standardet janë matjet njerëzve, për mënyrën se si veprojnë, se sillen, si jetojnë, fushat të ndryshme të jetës së tyre. Nuk kanë të bojnë me çka ti hanë, se ti mundesh me pas shumë pasionik, po ndoshta s'ki kurfar standardi, mundesh me qenë një pjesë e elitës, edhe aty mënyra e të menduarit tënë s'ka të bëjë me elitë. Mënyra se si ti flet, s'ka të bëjë me standarde të larta. Do me thonë ti mund të jesh një person shumë i thjesht, po ki standarde të larta tua që nuk i bën kompromis për kur gjuhë, për të arritur qëllimet e tua që do në jetën tone. Çto janë standarde? Do me thonë nuk kanë bojnë me çka hanti, as pak. Unë e kam hallin me faktin që mediat kanë rol edhe edukues, dhe në momentin që ne gjeneratave të reja ju ofrojmë në mas të madhe një lloj paragjykimi dhe stigme të tillë, paramendojeni tash Arnora ashtu, por çu shka me u ndjen një 14-15 vjeçare që ndoshta nuk ka parë më shumë se për më shumë me hongër që bapa. Në Shqipëri që dyti vetën ajo vajza, pse nuk ka pas më vesh diçka më të mirë. Edhe pastaj kthehet edhe si gazetar pi thu dikujt atë ka standarde se ke hongër që bapa. Varet edhe ndikimin mos është definitivisht po. Që thonë gazetar në profesionin tonë, po unë mendoj që kemi shumë pak gazetar profesionist. Edhe për me mbajt vetën si gazetar, definitivisht që dush me qenë shumë i informuma, po supozoj. Normal. Në Prishtinë, kam dëgjuar nga njerëzit tjerë se si paragjykohen, unë do kisha dashur zanë të ndalem pak tek shpërndarja e ushqimit në rrjetet sociale, sepse shumë shpesh shifet si një gjë negative. Unë e bëj atë, sepse për mua ushqimi edhe gatimi edhe provimi, do me thënë ti provosh ushqimet e shumta, është art në vete, është kënaqësi në vete. Pjesa më e bukur e udhëtimeve të mia është pikrisht shihimi atyre pjatave, nuk e di nëse jam në Itali të Italisë, nëse jam diku tjetër të ndonjë vendi tjetër. Nuk është problemi aty, sepse është krijuar ky narrativi që dikush nuk ka të hajë bukë. Krejt restorantet sot kanë website dhe kanë rrjete sociale, ti ushqimin e ke kudo në rrjete sociale. Po pse duhet mu paragjyku se çka hanë? Pse duhet, sepse jemi të pa edukum, jemi të pa... A nuk është dashtë në këtë rast, që po e zë për ma shamull rastin e Arnorës, a nuk është dashtë që të nxirrej si mesazh që një figurë publike, një figurë që ka shumë followers, që konsiderohet që ka standardin të përnalë të jetës të mirë, po ha që bapa dhe është sikur si cili njeri i Kosovës. Për shembull thotë, ja vajza të reja, të cilat ju ndikoni, jo vetëm vajza, edhe djemë të ri, të cilat ndikoni nga rrjetet sociale, të cilat jeni student, jeni studente, ose të gjithë njerëzit të cilat nuk kanë vetura të shtrejta,
nuk kanë shtëpi luksoze, po bëjnë jetë që shëbojmë të gjithë na kosovarët, shqiptarët në përgjithësi, është normale që të shkon të ushqesh me cilën do lloj të ushqimit, nuk është e turpshme. Po pse ne duhet që ta forcojmë paragjykimin? Pa marrë parasysh çfarë qëllimi kanë pas kushdo që kanë nxit gjithë këtë debat, mesazhi u dha. Mendoj që njerëzit e dinë shumë mirë se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Mua më shqetëson niveli i profesionalizmit të gazetarisë në përgjithësi, sidomos në Kosovë, domethënë është një gjendje kaotike ku ende flitet për vjera, për nuse, për qebapa, zoti i madh. Domethënë nuk është normale sa ka degradu ky profesion, edhe jo gjithmonë për shkak të gazetarëve, sepse unë e di si është edhe besoj edhe Paulina, të kesh një kryeredaktor, të kesh një redaktor në kokë, që ti shkruan diçka tjetër, ai të nxjerr diçka tjetër, që ti pas një kontroll. A mendon ti për shembull që ti e thu një fjalë të mirë, e thu diçka edhe ty nuk të ndjek audienca. Atëherë çka ka kalu tash? Ka kalu bota virtuale në rrjetet sociale. Ti këshire njerëz më influencer që janë për shembull na për TikTok, na për kësi, pa bë diçka budallakina, pa fol diçka, ti nuk e merr audiencën. Ku është problemi këto? Problemi jemi na si shoqëri që absorbojmë. Dhe me thonë, na jemi vetë tiju. Media ka dhe rol... Se ti nuk del me marë, për shembull, ti del falë një fjalë, falë për një libër, për një temë caktume, sa njerëz kanë me ta kliku, sa njerëz kanë me marrë me atë. Po, do me thonë që do të më po krejtë mesazhe. Po që kjo është ashtu ti. Media ka rol informues, edhe duhet media do të minole, mi kontrollu që shta dhe Rita. Ka rol informues, edhe ne duhet të kemi kujdes se çfarë servojmë. Po përveç se mediat, Rita, ekziston në shoqëri ky paragjykimi, që ti nuk mund të hysh në lokalet të caktume në bazë të veshjes, në bazë të stilit, në bazë të kërkesës. Për mua është shqetësuese se si bëhet temë Fanta në Kosovë. I kemi bërë reklam për në krejt lokalet. As për Anën, as për Shëngyllin. Vlerësohet si pije që mundën me e pi edhe VIP. Do më thonë, ki Coca-Cola për para është si me pas Shka du Shëngyll. Do më thonë, mu nuk më shqetësën. Publikisht e them që unë jam katundare, unë jam rrit në Katund, unë jam rrit në fshat, edhe për herë të parë, një mik imi nga Prishtina, kur unë i thash që fshat Katundet tona i kanë emrat njësoj, më tha, të lutem a mund mos ma thuash publikisht, se në Prishtinë konsiderohet fshatar edhe katundar një njeri i parsimuar, i pa edukuar, i ullët, që nuk se di si e perceptojnë. Pas shumë probleme me vetën, po? Jo, ndoshta, se di, nuk e di. Gjithsesi, kjo për mua ishte përballja e parë me këtë realitet, sepse nuk ekziston te ne. Të paktën në rrethin tim, në Tetov, në ato ambiente ku unë frekuentoj, të ne ti e din të vjen në shkup të hash qebapa, se po më qeshet shumë se po flasim për qebapa. Në vëndit të emisionin, sa absurde është faqi specifike për këso. Po ndryshe na jemi shumë njerëz kompleksuar. Edhe Fanta është vetëm pretekst. E di, po thjesht derisa ju po flisnit mua shumë u qesheshte se si ka ardhur puna të flasim për standarde të tilla. Kush çka ha? Do të thënë imagjino, nëse deri sot nuk di, nuk kam koment për këtë. Jemi të kompleksum, Rita, na në Prishtinë jemi të kompleksum. Nëse dikush është figurë publike, nëse dikush ka shumë followers, ose diçka, nuk e shas markat u ble. Nuk e shas furt të shku. Po është vetë, shqipse pak e kryojnë edhe njerëzit. Zan, ne tentojmë edhe unë gjithmonë prej Bregu Diellit ku jetoj, unë udhtoj ose me autobus ose me taksi. Po, 90% të rasteve, unë udhtoj me autobus. Nuk mund është me marrë me mend, do më thonë ndohë 2 herë në ditë me hypë në autobus, qëfar shiqime marrë une, të quditshme. Sa që një herë edhe më paton një gru hehe, e po shenë para derës e po hypë në autobus. Edhe unë krejt që ka i thash, unë në lëviza prej vendet dhe thash të lumë të goja. Edhe fjala jote në vesh zotit. Do me thonë, për njerës është e pa logikshme nëse ti e ftyrë publike, s'ka lidhje profesionin cilin e ke, po je ftyrë publike, ti pa tjetër dush me pas kërë të shtrejt, edhe pa tjetër dush, as me shku në banjo, as me hangër kep, e kanë kriju edhe vetë këtë qëto na i bojnë, këtë njerëz normali bojnë këto sene. Edhe njerëzit e famshëm e kanë kriju këtë narrativin, se nuk e kanë kriju njerëzit e thjesht. është kriju një, më falë, Paulin,
Po du me fol. Veç talojnë arritët. Më shumë sonte janë të dy ato. Veç talojnë arritët. Po, veç ta nxjerri në fund fjalin. Ne duhet të jemi ai shembulli që e japim në shoqëri. Nëse unë pretendoj që kam një jetë luksoze, kam followers, jetën e kam jetë luksi thjesht se jam figurë publike. A bën? Jo. Tema është që ashtu, vetë po na vjen në folë. Që të thonë ti? Folana, po ta jam fjalën. Shumë shkurtan arritët të gjëllë. Kjo që apo të drita është shumë e vërtet, ama është dhe tjetri trick që populli kur ty të shah shumë shpesh, thot, a përse këto është atë qëtone? Apo din, hypset vrava është drypset vrava, e kum pa të bli buk. Po që ka lidhje, a din tash, ti nuk di që shme vetlu, se thot, unë e shot qëta që aty, e shon ma hall ose dika dhe ty së poz le, do me thonë po të bika vlera. Të bo gjëra normale njërzore. Kështu që, fal tash. Që më keli dhe E tash atë që më ndoja. E kam cek edhe